Baxhet pasticcerit dhe fast foodet do të jenë në qendër të vëmendjes dhe kontrolleve të AKU-s përgjatë gjithë sezonit në Fier dhe në qarkun e Fierit. Do të ketë fushata ndërgjegjësuese për subjektet ushqimore si njësitë e tregtimit, tregtimi i akulloreve, supermarkete, pasticcerit dhe fast foode. Gjatë vizitave në subjekt u komunikua dhe u informua mbi elementët kryesorë të sigurisë ushqimore si kushtet higjieno-sanitare, praktikat e mira të prodhimit, kushtet e ruajtjes, gjurmëshmëria si dhe manuali i vetkontrollit. AKU do të jetë e pranishme nëpërmjet fushatave sensibilizuese në të gjithë vendin, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve vendësve të huaj, si dhe garantimin e mbarvajtjes së sezonit veror. Një task force kombëtare në bashkëpunim me inspektorët e sigurisë ushqimore në nivel rajoni ka nisur kontrollet sensibilizuese në bizneset ushqimore në të gjithë qarkun e Fierit. Sipas të dhënave nga AKU, këto kontrolle synojnë dhënien e informacionit subjekteve me qëllim respektimin e kushteve higjieno-sanitare dhe praktikës së vetkontrollit si kusht dhe detyrim ligjor për bizneset që operojnë në sektorin ushqimor. Praktika e vetkontrollit është një regjistër që çdo subjekt mban për lëndën e parë apo produktet bazë me të cilat operon dhe ku shënohen hyrjet, sasia dhe origjina e mallit. Burimi nga AKU Fier thanë se vëmendje të veçantë do t'i kushtohet kontrolleve në subjektet që vlerësohen me risк të lartë të cënimit të sigurisë ushqimore, që janë Baxha dhe Sallameri. Në qarkun e Fierit operojnë afërsisht 200 Baxha dhe po kaq Sallameri, ndërkohë që numri i përgjithshëm i subjekteve ushqimore është mbi 4500 vetëm në Fier.